Ju updateuar mbi një zhvillim të fundit, aksidentin tragjik të regjistruar në autostradën Tiranë-Durrës, ku një fugon pasagjerësh është përmbysur gjatë lëvizjes. Si pasojë e aksidentit, disa pasagjerë kanë mbetur të bllokuar brenda mjetit. Këto janë pamjet e drejt për drejta që na mundsohen nga grupi i xhirimit të Ora News, i cili ka mbërritur në vend ngjarje. Aty ndodhen edhe forcat zjarfikse, të cilat bën të mundur nxjerrjen e personave të bllokuar në mjet. Deri në këto momente nuk ka informacione zyrtare për numrin e të lënduarve apo gjendjen e tyre shëndetësore, por burimet dyshojnë se mund të ketë edhe 2 viktima. Autoritetet po punojnë për nxjerrjen e të gjithë personave nga automjeti dhe për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Jemi duke ndjekur në këto momente pikërisht atë se çfarë është duke ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës, ku si pasojë e një mjeti të rrëzuar, pra një furgoni pasagjerësh të përmbysur gjatë lëvizjes, nga burimet e deri më tanishme dyshohet se përveç të lënduarve mund të ketë edhe 2 viktima. Si pasojë e aksidentit, pasagjerët mbetën të bllokuar në të deri në mbërritjen e forcave zjarfikse dhe forcave të urgjencës, të cilat kanë mundësuar nxjerrjen e një pas njëshme të pikërisht pasagjerëve të bllokuar në furgon. Deri në këto momente vijojmë të themi se deri më tani, sipas burimeve, përveç 2 viktimave, 10 persona dyshohet se kanë mbetur të plagosur. Nuk di të them saktësisht numrin e pasagjerëve që ka pasur furgoni në momentin kur është rrëzuar, shkaqet e të cilit, pra shkaqet e këtij aksidenti, mbeten ende të paqarta deri në këto momente, se çfarë ka bërë që furgoni të rrëzohet, të marrë anë dhe të bllokohen pasagjerët në të, duke mos mundur të lëvizin. E specifikoj edhe një herë se të paktën sipas burimeve paraprake nga vendi i ngjarjes dyshohet se 2 viktima kanë mbetur pra si pasojë e këtij aksidenti dhe 10 të plagosur sipas burimeve dhe informacioneve paraprake. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në minutat në vijim dhe